Mirëmëngjesi të nderuar shikues. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për zhvillim paqësor të zgjedhjeve lokale, të cilat do të mbahen këtë të diel. BE-ja pret që të mos ketë ndërhyrje të jashtme në mënyrë që secili qytetar ta ushtrojë të drejtën e tij për votim të lirë dhe pa ndërhyrje. U bëjmë thirrje të gjitha subjekteve politike që të sigurojnë zhvillim paqësor dhe gjithë përfshirës të zgjedhjeve lokale në Kosovë të dielën. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2013 parashet që zgjedhjet lokale duhet të zhvillohen në përputhje me ligjet e Kosovës dhe standardet evropiane, ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke u përgjigjur në pyetjet rreth vërejtjeve që ka shprehur kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje në zgjedhje dhe ka kërkuar nga BE-ja që të reagojë. Zëdhënësi i BE-s ka theksuar se qytetarët duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar lirshëm, pa ndërhyrje apo manipulime të jashtme. Tet ditë pas vendimit, gjykata kushtetuese ka publikuar aktgjykimin e plot duke bërë kështu që të nisë rrjedha afati të mbetur prej 12 ditësh për konstituimin e kuvendit. Në arsyetim, kushtetuesja ka legjitimuar ndarjen e votimit të kandidatëve për nënkryetar e edhe shortin, si edhe ka kufizuar votimin në MS shumti 3 herë për një të propozuar. Ka parapar edhe mundësinë e konstituimit në rast se një grup parlamentar apo komunitet refuzon të jap propozim për nënkryetar kuvendi. Kësaj, gjykata ka konstatuar se zgjedhja e Emilia Rexhepit për nënkryetare është në përputhje me Kushtetutën. Edhe në këtë aktgjykim, kushtetuesja u ka rikujtuar deputetëve obligimin për të marrë pjesë në seancë dhe për të votuar qoftë për, kundër apo duke abstenuar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është kundërpërgjigjur presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili akuzoi Turqinë se nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor, pasi të mërkurën në Kosovë arritën mira dron kamikaz bazuar në një marrëveshje me kompaninë turke Baykar. Osmani ka thënë se Vučići po e sulmon pa turp presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe Turqinë dhe se një gjë të tillë po e bën pikërisht në ditën që presidenti Donald Trump e vlerësoi Ankaran dhe Erdoganin për lidershipin e tyre të shquar në promovimin e paqes dhe sigurisë globale. Vučići duket se beson që mund të kërcënojë një vend të madh të NATO si Turqia në të njëjtën mënyrë siç kërcënojnë vendet fqinje. Në vend që të bashkëpunojnë ngushtë me shtetet anëtare të NATO-s, ai nxit bashkëpunimin mbrojtës me Rusinë, Kinën dhe Iranin, ka shkruar Osmani. Po ashtu menjëherë kanë ndarë këto informata me aleatët tanë të sigurisë duke kërkuar